Skënderbeu e nis vitin 2026 me një transfer të vështirë në Kupën e Shqipërisë. Korçarët do të përballen me Tiranën në raundin e 1/8 të finales në ndeshjen që do të luhet të shtunën më 10 janar në orën 13 në stadiumin Selman Stërmasi. Edhe pse vjen nga një ecuri shumë pozitive në kampionat ku ka mbyllur pjesën e parë të sezonit në krye të kategorisë së parë me 40 pikë pas 17 javësh, Skënderbeu hyn në këtë përballje me mungesa të shumta. Trajneri Ernest Gjoka përballet me vështirësi serioze në ndërtimin e formacionit, pasi disa nga elementët kryesorë të skuadrës nuk janë ende në dispozicion. Mungon golashënuesi Naser, ndërsa në mbrojtje nuk do t'jenë Lukas Vazquez dhe Randi Dumfur. Probleme ka dhe në mesfush, ku Baba Musta dhe Selim Abubakar ndodhen jashtë ekipit për shkak të procedurave të vizave. Shpresa e vetme e stafit teknik është që Baba Musta të arrijë të bashkohet me skuadrën përpara sfidës të kupës. Aktualisht Skënderbeu po përgatitet në Durrës, ku Gjoka po punon për të balancuar repartet dhe për të gjetur alternativa me lojtarët që ka në dispozicion. Në këto rrethana, ndeshja ndaj Tiranës përfaqëson një provë të rëndësishme për forcën e grupit, karakterin dhe aftësinë për të reaguar edhe në kushte të vështira. Sfida e së shtunës nuk është vetëm një duel kupe, por edhe një test i rëndësishëm për Skënderbeun në nisje të vitit të ri.